Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në këtë njësi mësimore, ku si që shohim e lejnë Allahu të lartësuar, duke lutur atë vazhdimisht na bëjë të sinqert dhe të sakt në fjalët dhe veprat tona, qofshin të hapura apo të fshehta, do flasim për përemrin kë. Pra kë si përemër që është në gjuhën shqipe, hadha në arabisht, pra në gjuhën arabe. Pra përemri kë, pra hadha, që në gjuhën arabe pra futet tek kategoria ismun, pra tek emrat, sepse si që kemi përmendur, edhe mund ta gjeni nga mësimi i kaluar, kemi thënë që fjalët në gjuhën arabe ndahen në 3 kategori. Bëjnë pjesë, ndahen në 3 kategori, si që edhe kemi ne në gjuhën tonë shqipe, pjesët e ligjëratës apo fjalët që futen në 8 prej kategorive që janë të ndara. Pra 4 që janë të ndryshueshme dhe 4 që janë të pandryshueshme. Emri për emri numëror e kështu me radhë, mbi emri e tjerë. Në gjuhën arabe kemi ismun, fi'lun dhe harfun. Pra në këto 3 kategori futen fjalët, ndahen pra fjalët në gjuhën arabe. Dhe hadha, pra kë, që ne e përkthejmë kë, futet te kategoria ismun. Mund ta ndiqni mësimin e kaluar për këtë çështje. Tani, çfarë është e rëndësishme të dimë për hadha? Së pari, siç e dëgjojmë nga shqiptimi, sikur bëhet një zgjatje pas hës, pra themi ha dha. Në realitet ashtu është, sepse pas hës është një elif që në të shkruar nuk figuron, pra nuk shkruhet, megjithatë në shqiptim është aty. Pra themi ha dha. Pra ta kemi këtë parasysh. Siç thamë më parë, duhet të dimë këto 4 gjëra, pra që hadha, kë i referohet numrit njëjës të gjinisë mashkullore dhe që ndodhet afër. Pra shiko, këto janë të rëndësishme. Domethënë, numrit njëjës të gjinisë mashkullore që ndodhet afër. Pastaj, qoftë i logjikshëm, qoftë i palogjikshëm. Edhe siç mund ta shohim për kufizimin, e kemi këtu edhe në gjuhën arabe. Pra hadha, ky është ismu isharatin lil mufrad al mudhakkar al qarib al aqil wa ghayr al aqil. Pra është emër tregues apo emër që i referohet njëjësit të gjinisë mashkullore, është për qëllim numrit njëjës të gjinisë mashkullore, që ndodhet afër, qoftë i logjikshëm apo jo, apo i palogjikshëm. Pra këtë ta kemi parasysh. Tani të shohim me lejen e Allahut të lartësuar ndonjë shembull. Pra inshallah. Këtu e shohim që e kemi nga njëra anë al-aqil, pra të logjikshëm, dhe nga ana tjetër ghayr al-aqil, të palogjikshëm. Pra e shohim, kemi marrë për secilën nga një fjalë. Hadha, kë. Pra hadha do të thonë kë. Waladun do të thonë fëmijë. Pra hadha waladun. Kë fëmijë. Kë fëmijë. Nëse do e merrim kështu, si themi, fjalë për fjalë. Megjithatë, çfarë tham më parë? Më parë tham që hadha është ismu isharatin, pra emër që tregon, që bë më shenjë, pra që i referohet, i drejtohet një gjëje që është në numrin njëjës e gjinisë mashkullore dhe që ndodhet afër. Pra qoftë logjikshme, qoftë e palogjikshme. Pra në gjuhën arabe nuk kemi një fjalë që korrespondon me atë të gjuhës shqipe është, apo për shembull janë e kështu me radhë. Mirë po, hadha, kë dhe waladun fëmi është e nënkuptuar, pra kë është fëmi. Kë është fëmi. Pra hadha waladun. Që ta kemi parasysh këtë gjë. Pra waladun do të thënë fëmi. Dhe këto mësime do jenë relativisht pra të shkurtra për atë që unë e shoh si të dobishme. Në mënyrë që të keni kohën
deri tek mësimi tjetër, kur do vije inshallah, të mësoni këto për kufizime të thjeshta, të mësoni fjalë të reja, të praktikoni ato, kështu më radhë. Inshallah taala, pastaj natyrisht dikush do na gjej ndonjë pyetje për të na bërë ose ndonjë sugjerim, ndonjë kritike kështu me radhë. Inshallah taala, që gjitha natyrisht janë të mirëpritura. Sepse ne duhet të bashkëpunojmë, siç na porositi lartësuari, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Dhe të mos bashkëpunojmë në armiqësi edhe në mëkate. Pra, hadha waladun, ky është fëmijë. Nga ana tjetër, sepse fëmijë është i logjikshëm. Nga ana tjetër kemi marrë fjalën që i referohet lapsit, qalamun, pra qalamun. Pra themi hadha qalamun, ky është laps. Pra hadha qalamun. Kjo është ghayru al-aqil, apo e pa logjikshme. Sepse lapsi nuk ka logjik. Pra, kështu mësuam edhe për kufizimin e hadha, por mësuam edhe dy fjalë. Njërën që është logjikshme, tjetra që i referohet diçkaje të palogjikshme, siç është lapsi, qalamun, lapsi. Tani, një gjë tjetër që e vëmë re këtu është kjo. Siç shpresoj inshallah taala do e përmendim edhe në mësimet e ardhshme. Fjalët mbarojnë me un, qalamun, waladun, për shkak të marfu', që themi ne është rasa emërore. Sidoqoftë, mos ngarkohemi së shumti, do i diskutojmë këto inshallah taala kur ta shohim më të nevojshme. Pra, hadha, çfarë ishte hadha? Ishte një përemër. Në gjuhën shqipe ne i themi përemër, ky. Pra, themi ky, që i referohet numrit njëjës të gjinisë mashkullore, që ndodhet afër, qoftë i logjikshëm apo jo. Pra, hadha waladun, ky është fëmijë. Hadha qalamun, ky është laps. Në rregull, të shohim me lejen e Zotit lartësuar edhe ndonjë shembull tjetër. Tani siç e shohim, kemi prap një shembull me atë që është i logjikshëm dhe me atë që është i palogjikshëm. Pra al-aqil dhe ghayru al-aqil. Burr është rajulun, rajulun, pra burr. Hadha rajulun themi, ky është burr. Pra e shohim që hadha i referohet diçkaje, në këtë rast dikujt që është në numrin njëjës, një burr, gjinin mashkullore, dhe çfarë? Që është çfarë? Që është afër. Në këtë rast është i logjikshëm. Pra hadha rajulun, ky është burr. Por e kemi në anën tjetër të palogjikshëm, kitabun, libër. Themi hadha kitabun. Hadha kitabun, ky është libër. Pra hadha kitabun, ky është libër. Dhe në këtë mënyrë mjaftohemi me kaq, inshallah taala. Mundohuni ta përsëritni nëse e shihni të nevojshme, që të përfitoni sa më shumë dhe ta shpërndani diturinë tuaj tek të tjerët, që t'jeni të dobishëm me lejen e Allahut të lartësuar. Mos na harroni në lutjet tuaja, Allah i bekoft të gjithëve. Lutim Allahun të na jap sukses. Edhe pastaj do i marrim kështu mësimet pak më shkurt. Do vazhdojmë pas këtij mësimi inshallah taala me përemrin men, kush, që i referohet, do diskutojmë atje, inshallah, dhe pas kësaj, pas men, do marrim mësimin e ardhshëm ma, që i referohet diçkaje tjetër, edhe do i bëjmë ato dallimet. Me pas, do marrim edhe detyra ushtrime, inshallah taala, të shumta që janë të nevojshme, natyrisht me plan programin e librave të Institutit të Gjuhës Arabe në Medinë. Allahu ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.